Detajet e reja janë zbardhur nga operacioni policor që u zhvillua pas ditën e sotme në Elbasan, ku janë shoqëruar 11 persona. Mes të ndaluarve janë Bujar Muça dhe Max Lika. Ky i fundit është i njohur për miqësinë e tij me Emiliano Shullazin, po ashtu Lika është i akuzuar edhe për grabitje, ndërsa Bujar Muça ka mbajtur edhe postin e deputetit. Ai kandidoi në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2017 në siglën e PDIU në Elbasan, ku edhe fitoi mandatin. Mirpo ai u dorëhoq po atë vit, më 30 nëntor, rreth 8 muaj pas zgjedhjeve, për arsye personale duke lënë në mes mandatin. Gjatë momentit të aksionit të policisë në ambientet e lokalit ku kanë qenë një numër i madh personash, ndërsa mësohet se ka pasur dhe kundërshtime dhe konfrontime fizike me policinë, ndërsa mësohet se 3 të ndaluarit kanë refuzuar të japin identitetin e tyre për uniformat blu. Ata kanë dhënë dokumente identifikimi që dyshohet se janë të falsifikuara. Po ashtu gjatë operacionit u sekuestruan edhe armëzjarri. Aksioni është zhvilluar rreth orës 15:30 në një lokal të njohur për gjatë aksit rrugor Elbasan Ish Metalurgjia në fshatin Katundi Ri. Elbasani njihet si zonë kontrolluar nga krimi, ku her pas here janë zhvilluar aksione të befasishme. Edhe i penduari i drejtësisë Nureddin Dumani ka rrëfyer se shumicën e vrasjeve i ka kryer pikërisht në këtë qytet.